Frutat e thata kur je në plazh, mendoj është një ndër zgjidhjet më të mira që të konsumosh një snack pa abuzuar. Pra mos merr sheqer, mos merr ushqime të gatshme atje, pra një ushqime sa më të thjeshta me vete, të cilat ti konsumon, as nuk prishen, frutat e thata nuk prishen, edhe je super okay, as nuk e rritet sheqeri në gjak, as asnjë lloj problemi. Kështu që mund të jetë një formë mirë për shkak për të patur frutat të thata. Tani tek pikat që ti ke dërguar, ti në një nga këto pikat për sa i përket ujit dhe që kemi diskutuar, ti thua mos pirja e ujit kur konsumojmë shumë krip. Kur konsumon shumë në çfarë aspekti? Pse e ke shënuar kështu? Atëre, sepse në momentin që ti konsumon sasi të lartë kripe, pra konsumon vak të pasur me krip, kripa bën një gjë që thith shumë ujë. Thith shumë ujë, edhe duke thithur shumë ujë, fillon edhe bëhet dhe më ujë, atëherë ujë shkon në vena për të lehtësuar qarkullimin e gjakut. Sepse në moment që konsumon shumë krip, gjaku bëhet më i trash, në thonjza, bëhet më i trash, thonjza, edhe uji shkon nëpër vena për të ndihmuar qarkullimin e gjakut. Edhe nëse uji shkon nëpër vena, pra uji zakonisht, që ta kuptojnë dhe njerëzit, uji rrin në qelizë. Pra hidratimi i jon i trupit është kur uji është rreth qelizës. Dhe në momentin që uji ikën nga qeliza, shkon nëpër vena, që mos ta bëjmë shumë teknike. Mos ta bëjmë teknike. Shkurt muhabeti dehidratohemi, sepse uji na ikën nga qeliza. E qartë. Dhe prandaj kur konsumojmë krip. Kur konsumon krip, uji shkon në gjak që të ndihmojë qarkullimin e gjakut, ikën nga qeliza dhe ne dehidratohemi. Dehidratim quhet në momentin kur neve nuk kemi ujë në qelizë. Kur ne na dhëm koka, 99% e rasteve jemi të dehidratuar, nuk kemi ujë në qelizë. Nuk kemi ujë në qelizë. Kjo është e rëndësishme për të kuptuar. Po më thoje që nëse shkojmë në plazh, mund të marrim fruta të thata, mund të marrim fruta në përgjithësi, mund të marrim pak djath, mund të marrim një avokado e tjerë. Pra një termos me ushqime, të cilat mund të jenë jo termos, po mund të jenë një paketime, të cilat edhe për t'i konsumuar kështu si snacks. Alkooli pihet shumë gjatë verës. Alkooli, një ndër efektet kryesore, jo kryesore, është që dehidraton trupin. Janë një grup ushqimesh, të cilat kanë efekt që nxisin personin që të urinoj. Edhe alkooli e ka shumë të fortë këtë efekt. Pra që çon drejt urinimit. Çon drejt urinimit. Edhe një ndër arsyet që ne jemi hangover të nesërmen mbasi kemi pirë alkool është sepse jemi të dehidratuar. E kuptoj. Sepse janë harxuar të gjithë lëngjet e trupit ton, pra alkooli shtyn që trupi jon të harxojë lëngjet, i nxjerrë jashtë lëngjet. Edhe ne dehidratohemi, kështu që ose mos pini alkool fare, ose nëse pini alkool, pini ujë edhe hidratoni duke marrë elektrolitë të nesërmen, pini elektrolitë